Shqipëria po bëhet destinacioni që po tërheq investimet të mëdha ndërkombëtare. Ivanka Trump ka zbuluar detajet e reja nga projekti ambicioz që synon ta shndrojë ishullin e Sazanit në një prej destinacioneve më ekskluzive të Mesdheut. Sipas saj, gjithçka nisi nga një vizitë spontane në brigjet shqiptare, ku ajo dhe bashkëshorti i saj mbetën të manitur nga bukuria, natyra e paprekur dhe potenciali i jashtëzakonshëm i ishullit. Me një investim që vlerësohet rreth 900 milion euro, projekti parashikon krijimin e një resorti luksoz të harmonizuar me mjedisin, duke ruajtur identitetin natyror të Sazanit dhe duke e kthyer atë në një destinacion të klasit botëror. U mahnetëm që në vizitën e parë, ka treguar Ivanka, e cila e konsideron këtë nismë si një nga projektet më të rëndësishme dhe më sfiduese të karrierës së saj. Nëse realizohet sipas planit, Sazani mund të kthehet në perlen e re të Mesdheut, duke sjellë Shqipërinë në qendër të vëmendjes së turizmit luksoz ndërkombëtar dhe duke pozicionuar vendin mes destinacioneve më prestigjioze të rajonit.